Për të pasuruar jetën kulturore gjatë verës dhe për të krijuar hapësirë talenteve të rinj pranë Muzeut Etnografik në Elbasan, është çelur një ekspozit me piktura, skulptura dhe instalacione e cila kanë ngjallur interesin e qytetarëve. Për të dytin vit me radhë, të rinjtë apasionuar pas pikturës së bashku me artistë të njohur të qytetit kanë ekspozuar veprat e tyre pranë shtëpisë etnografike. Drejtori i Qendrës së Artit Liton Kapaj u shpreh se kjo nismë tashmë është ndruar në traditë duke krijuar hapësira të reja për afrimin e të rinjve në fushën e artit. Kjo është hera e dytë që zhvillohet kjo ekspozit, tashmë është bërë e përvitshme në qytetin e Elbasanit. Është një hapësirë që i vendoset artistëve të ri, i jepet mundësia të vendosin veprat e tyre, të promovojnë veten, sigurisht që ka gërshëtim dhe me artistë të vjetër. Është lulishja më e bukur e qytetit të Elbasanit, është lulishja e Muzeut Etnografik dhe ne shpeshherë e përdorim për shumë aktivitete dhe për shumë ngjarje kulturore të ndryshme. Në thirrjen publike që kemi bërë për artistët, sidomos për artistët e ri, ka pasur goxha interes. Që kështu tu ka dhe mediume të ndryshme të artit, pikturë, skulpturë, instalacione, dhe është një dritare e mirë për promovimin e artistëve dhe talenteve të reja të qytetit të Elbasanit. Sipas Kapaj, kjo ekspozit është një dritare e rëndësishme për promovimin e talenteve lokal dhe një pasuri për jetën kulturore të qytetit. Që do të thotë që janë pjesë e një kalendari edhe turistik, po edhe një agent që çdo turist që vjen në qytetin e Elbasanit mund të vizitojë dhe mund të shijojë gjithë resurset turistike apo të vizitueshme të qytetit të Elbasanit. Ekspozita u jep mundësi qytetarëve dhe vizitorëve një arsye më shumë për të parë Elbasanin jo vetëm si një qendër historike, por edhe si një hapësirë e gjallë e artit dhe kulturës bashkëkohore.